Kjo është dita e xhuma. Kjo është dita e zgjedhur e Allahut xhaleshanu. A nuk duhet ndihesh mirë ti sot që ke ardhur në ditë xhuma këtu, në këtë vend ku përmendet Zoti xhalexhelalu? A nuk duhet ta ndjesh veten i privilegjuar, i zgjedhur i Allahut që ke ardhur sot në ditë xhumaje? Të ka dashur Allahu fort që ti ke ardhur. Të ka dashur Allahu xhalexhelalu fort që ti ke prezantuar në këtë ditë xhumaje. Sepse prezenca e njeriu ditën e xhumat do të thotë një trajtim specifik nga Allahu xhalexhelalu për robën e tij dhe për të dashurin e tij. Allahu na bof për atyre njerëzve që sa të jenë gjallë dhe me shpirt nuk e lejnë kur ditën e xhumat. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith tjetër: "La yatakhallafanna aqwamun an yawm al-jum'a", ose hadith transmetimi tjetër: "La yad'anna aqwamun yawm al-jum'a hatta yahtimanna Allahu ala qulubihim." Do të ketë njerëz që do të lejnë ditët e xhuma e do të përfundojnë me zemra të vulosura, Allahu na ruaj. Dita e xhumat, dita më e zgjedhur e Zotit dhe dita më e veçantë e Zotit, dhe ngjarjet më të rëndësishme të Zotit kanë për të ndodhur ditën e xhumat.